Nëse në rastin e vezës, doktoresha thatë që 7 minuta mjaftojnë për të qenë të sigurt pastaj për ta konsumuar, në rastin e mishit, sa do të nevojitej? Atëherë mishi duhet zier. Dhe normalisht mbi 7 minuta patjetër. Duhet zier mbi zjerja zakonisht 100 gram. Nga këto produktet krudo për shembull, jemi të rrezikuar? Patjetër që ka. Patjetër, jo vetëm nga ajo. Nga produktet krudo ti je dhe nga parazitët. Sidomos në zonën në kohën e verës është shumë e vështirë. Edhe produktet e peshkut, të cilat nuk janë të marinuara siç duhet, ose nuk kanë qëndruar në ambiente të cilat mund të ruajnë pastërtinë parazitare ose edhe nga salmonela. Po që krudot tek femrat shtatzanë, për shembull, unë nuk do t'i sugjeroja të përdoreshin dhe në kohën e beharit, të ishte mirë që të mos konsumoheshin, sepse rrisnin riskun jo vetëm për parazitoza, por edhe për salmonel, por edhe për kontaminim nga baktere të tjera, siç mund të jetë streptokoku. Doktoresha, po këto temperaturat të larta që ne i kemi tani dhe me siguri do t'i kemi edhe për muajt në vijim, sa mund t'jeni terren, le themi kështu, i favorshëm për të zhvilluar pikërisht salmonelën në ambiente që ndoshta edhe nuk kanë higjenë maksimale? Jemi, vetëm në ato raste kur nuk është ruajtur, ushqimi nuk duhet qëndroj jashtë njerë. Mbi 2 orë është shumë i rrezikuar. I gatuar, spisa më e madhe jonë e bëjmë këtë gabim, gatuajmë për shembull dhe i lëm jashtë somos persona që kanë kafshë në shtëpi. Macja është një prej tyre risk që mund ta kontaminoj. Flas për macet që jetojnë në obor, jo brenda në ambientet e shtëpisë, që s'kan mundësi kontaminimi nga macet e tjera. Sepse zakonisht salmonella jeton në zorën e macës, të qenve ose të breshkës. Dhe për shembull kur ne kemi kopsht, dhe kemi sallat ose domat ose kastravec, jemi të riskuar dhe nga kjo mënyrë kontaminimi. Pra nuk merret vetëm nga mishi, nga peshku, nga qumshi, por mund të merret edhe nga zarzavatet. Doktoresha, rastet e infektimit nga salmonella kohët e fundit kanë qenë të shpeshta, janë raportuar të gjitha? Atëherë ka diçka, unë e thash dhe në fillim, që ne të themi salmonel, duhet që të bëjmë analizën specifike për të përcaktuar që është patogjeni. Gastroenteritet që vinë në 50% të rasteve mund të jetë salmonel, por nuk përcaktohen sepse pa u bërë analiza, sepse kanë klinikë pothuajse të njëjtë. Kështu që nuk mund t'jap një përgjigje. Megjithatë, doktoresha, nëse ne anashkalojmë pikërisht këto shenja që ju thatë, pra pa e kuptuar, ndoshta nganjëherë dhe neglizhenca jonë, mbase neglizhenca edhe mjekut që mbase nuk arrin ta diagnostifikoj menjëherë salmonelën. Çfarë pasojash mund sjellin në organizëm nëse ajo nuk kurohet siç duhet? Atëherë në ato raste ku ne kemi një salmonel, siç është salmonella tifi, e cila është një patogjen goxha domethënë që jep një gjendje klinike të rënduar të pacientit, siç mund të jetë bakteremia ose sepsisi, në pacientët që janë nën 5 vjeç, në pacientët që janë mbi 65 vjeç, në pacientët që janë përdorues të kortikosteroidëve ose kanë imunosupresion, pra një sistem imunitar të rrëzuar, kanë sëmundje patologjike ose kronike, siç mund të jetë diabeti, këta pacient kanë risk që të bëjnë bakteremi ose vendosje, dalje të salmonellës nga trakti gastrointestinal dhe invadimi të gjakut, e cila mund të invadojë në kocka, mund të bëjë prekje të zemrës, mund të preki sistemi renal. Pra, ose që është një gjendje klinike goxha e rënduar, hospitalizim. Por rastet janë shumë të rralla. Po, patjetër. Me thënë ka patjetër si çdo bakteri i cili nuk trajtohet siç duhet, sipas protokolleve, lihet në mëshirë të fatit në një farë mënyre, dhe shtamet janë siç është salmonella tifi që është goxha agresive, mund të çojë dhe e bashkëqyruar me një sistem imunitar të rënuar ose të ulur te pacienti, mund të çojë një bakteremi. Kështu që, doktoresha, duhet bëjmë kujdes edhe sidomos me këto ushqimet që ne përzgjedhim kur ham në restorante jashtë, sidomos tani në zona plazhi. Të jemi të kujdesshëm, paktën sa janë këto muajt e nxehtë. Të zgjedhim ushqime të cilat janë të gatuara mirë.
që janë të gatuara mirë. Do me thënë, të zjera, të skuqura mirë, të pjekura në një farë mënyrë, jemi pak më të riskuar. Edhe në ambientet cilat kanë higjenë sanitare, sepse mund të ndodhi që një pacient që është i kontaminuar, ai që e gatuan nuk la nduar të kontaminojnë ushqimin. Ushqimi mund të jetë shumë mirë. Edhe pse është e vështirë për t'i shpëtuar këtyre krudove dhe ushqimeve të detit, sidomos tani. Është e vështirë. Periudhës tani dhe ajo që më bëri përshtypje doktoresha ishte ajo që tha që kush mban mace dhe që e ka macen pak bredarake, që i del jashtë shtëpisë, edhe ai duhet bëj kujdes. Që jeton në ambiente të jashtme. Domethënë që jeton në ambientet jashtme, domethënë që nuk jeton brenda në shtëpi, jeton dhe në shtëpi dhe jashtë. Për këto po flas, shtëpitë e fshatit më shumë ose vilat, se tash janë shtuar. Dhe në Tiranë, këto kanë risk që së mos kur kanë të jenë në kontaminim me macet e egra dhe detyrimisht e marrin. Kështu që duhet bërë kujdes në të tilla raste. Dhe doktoresha, pra këshilla është që sapo shohim dhe kemi këto shenja që ju thatë, duhet menjëherë të bëjmë analizat laboratorike për të vërtetuar nëse mund kemi prekur? Atëre, në rast se kemi një gastroenterit normal, mirë është të bëjmë të marrim ato gjërat protokolli normal që ne bëjmë. Të fillojmë një trajtim të zorës nëpërmjet bakterieve për të rritur imunitetin e zorës në farë mënyre, të marrim likide sa më shumë, të trajtojmë temperaturën në ato raste kur kemi temperaturë, dhe nëse temperatura persiston mbi 4 dhe në 5 ditë, dhe kemi shenjat hemorragjisë në feqe, atëherë patjetër do drejtohemi drejt mjekut infeksionist për të bërë analizën përkatëse dhe për të marrë një terapi, ndoshta me antibiotikoterapi të kombinuar. Pra nuk duhet neglizhuar asnjëherë. Mirë, doktoresha. Nuk duhet neglizhuar. Nga gjë tjetër, doktoresha, duhet kemi parasysh në një merak tjetër tani këto kohë? Atëre, unë do të thosha që mundohuni mos ta lani mishin në ambiente ku përdorni gjëra tjera. Fikat jetë e veçantë për mishin ku preparohet, të gatuhet mirë në temperatura të larta, mishi, perimet i lani me sodë buke dhe me krip, të paktën 2 ose 3 minuta të qëndrojë në ujë, mos e lini ushqimet më shumë se 2 orë në tavolinë ose jashtë. Kush ka kafshë të mundohet mos t'i lërë të afrohen në tavolinë ose në ambientet ku gatuhet ose mbahet ushqimi, të lahen duart para dhe pas preparimit të ushqimit. Do të ishin ideale për të ruajtur një kusht higjieno-sanitar dhe për të mos të kontaminuar. Super. Faleminderit shumë ishim me doktoreshën toksikologën Suela Xhufi. Suela, të falenderojmë për këshillat e tua që janë të vyera shumë në këto muaj ku jemi. Punë të mbar. Okej, tani. Është vështirë për t'i shpëtuar atyre ushqimeve, mos nga dursi për shembull.